Me 2 vjet burgim e ka dënuar gjykata themelore në Prishtinë Slobodan Radenkovicin, i akuzuar për përfshirje në sulmet ndaj pjesëtarëve të KFOR-it dhe Policisë së Kosovës në maj të vitit 2023 në Zveçan. Slobodan Radenkovic me dhënat si personale si në shkresat e lëndës është fajtor. Vendimi erdhi pasi i akuzuari pranoi fajsinë dhe arriti marrëveshje me prokurorinë speciale, e cila u miratua nga gjykata. Është arritur me vullnet të lirë, pa presion dhe Prokurori special Bekim Kodralio tregoi edhe dënimin siç është arritur sipas marrëveshjes. Sa i përket veprës penale, sulmi ndaj personit zyrtar, konsiderojmë të shqiptohet dënim me burg efektiv në kozgjate prej 2 vite, ndërsa për veprën penale, pjesëmarrje në turp që kryen veprën penale dhe huliganizëm, të shqiptohet dënim me burg prej 6 muajsh. Si mbrojtje qëndrojmë pranë marrëveshjes së arritur me prokurorinë speciale dhe kërkojmë nga gjykata që klienti tonë t'i mundsohet pagesa gjobës në këste përgjatë 2 vjetëve. Gjatë seancës, vet i akuzuari deklaroi se ka pranuar marrëveshjen pa presion apo ndikim nga palë të tjera. Gjyqtarja e rastit Medie Bytyqi e pranoi marrëveshjen për pranimin e fajsisë dhe urdhëroi që ajo të bëhet pjesë e shkresave të lëndës, ngjarja për të cilën ai u dënua ndërlidhet me protestat e dhunshme të 29 majit 2023 në Zveçan, ku grupe protestuesish u përplasën me pjesëtar të KFOR-it dhe Policisë së Kosovës, duke shkaktuar dhjetra të lënduar dhe dëme materiale.